Biseda e Albës me Fjollën për Ludon hapi një tjetër dritare mbi marrëdhëniet e ndërlikuara dhe pritshmëritë emocionale brenda shtëpisë së Big Brother Kosova. Me një ton të drejtë për drejtë dhe pa shumë filtra, Alba u shpreh qartë: Ludo nuk është tipi i mashkullit që ajo pëlqen. Kjo deklarat nuk erdhi si shpërthim momental, por si përmbledhje e një pakënaqësie që duket se ishte grumbulluar me kohë. Sipas Albës, ajo tërhiqet nga meshkuj që tregojnë vëmendje të vazhdueshme, që rrinë gjithë ditën pas saj, që e bëjnë të ndihet e veçantë dhe prioritet. Në këtë prizëm, Ludo nuk përmbush pritshmëritë e saj. Përkundrazi, ajo e sheh atë si një person që shpërndan vëmendjen kudo, që i pëlqejnë të gjitha gocat e shtëpisë dhe që nuk di të fokusohet te një lidhje apo interes i vetëm. Kjo, për Albën, është vije kuqe. Biseda me Fjollën ishte më shumë se thjesht thashethem. Ishte një rrëfim i sinqert për mënyrën se si Alba e percepton veten dhe çfarë kërkon nga një mashkull. Ajo nuk e fsheu zhgënjimin, por as nuk e dramatizoi situatën. Thjesht vendosi kufijtë e saj. Ajo nuk kërkon një mashkull që flirtin e ka mënyrë jetese, por dikë që investon emocionalisht dhe që tregon për kushtim. Nga ana tjetër, figura e Ludos del sërish në qendër të vëmendjes si një banor që krijon konfuzion në marrëdhënie. Sjellja e tij, e interpretuar nga Alba si interes i shpërndar, e bën të duket si dikush që shijon vëmendjen femërore pa marrë përgjegjësi emocionale. Në një ambient si Big Brother Kosova, ku çdo gjest analizohet dhe çdo fjalë zmadhohet, kjo sjellje natyrisht prodhon keqkuptime dhe pakënaqësi. Fjolla, në rolin e dëgjueses, u shfaq e qetë dhe reflektuese, duke e lënë Albën të shprehej pa e gjykuar. Këto biseda mes vajzave janë shpesh pasqyrë e ndjenjave reale që nuk dalin në debatet publike. Janë momente ku strategjia lë vend për sinqeritetin dhe ku banorët flasin për atë që vërtet i shqetëson. Situata Alba, Ludo tregon edhe një herë se pritshmëritë në marrëdhënie janë subjektive.